Sot është dita e 30. Pra, mbas viteve 90, kjo është protesta më e gjatë, numerikisht më e madhe. Përfaqësimi ka qenë i jashtëzakonshëm, pra është një lumë që kur doli mblodhi të gjithë raket, përrenjt dhe u formësua. Doli dhe nga shtrati. Tani vim të kjo pjesa. Lumen kur dali nuk rinë gjithë kohën jashtë shtratit. Ka një moment që kthehet në shtrat. Duke vazhduar pafundësisht. Shiko, kjo pjesa që aty ka një strukturë që drejton protestën duket qartë. Unë mirë që kam marrë në protestë sa kam pas mundësi. Po duket qartë. Që tek fonia, që tek mënyra se si hapen ato megafonët, që tek mënyra se si serviren parullat, që tek mënyra se si ishin parullat e para që rrëmbyen zemrën e qytetarëve të Tiranës, që tek momenti që si ta mbajmë sa më shumë qytetin aty, sepse është Tirana, sa do thot diaspora, po është Tirana në shesh. Diaspora mund të vijë 1 ditë, 2 ditë, po nuk mund të rri 30 ditë në shesh. Pra, të gjithë element deri tani patjetër që i kanë dhënë një dimension historik kësaj proteste. Pra, kjo ka shkundur një autokrat dhe një sistem politik nga themelet, ka arritur një qëllim jashtëzakonisht madh, ka ndërkombëtarizuar një Shqipëri tjetër, që ne nuk kemi vetëm Shqipëria e narkos dhe kullave, po jemi edhe Shqipëria që kërkojmë mbrojtje mjedisit, kërkojmë të zgjidhen problemet qytetare. Pra, shqiptarët në Europë sot kanë një dimension tjetër. Mbase se kanë të drejtuesit apo autokratët apo burokratët e Brukselit, por të qytetarët evropianë nëpërmjet mediave ndërkombëtare, sot shqiptarët kanë një imazh tjetër. Patjetër që protesta ka arritur në një element tjetër shumë i rëndësishëm. Kudo ku janë shqiptarët, kudo në çdo cep të planetit, i ka bërë që të dalin me simbolet kombëtare. Duket si momentet si tifozi kombëtarë, si janë. Pra, këtë gjë arrini më përpara vetëm kur luante kombëtare. Kur luante kombëtare, mund të luante në Hamburg, por shqiptarët në çdo cep të botës mbledheshin me flamurin kuqezi. Të radhë edhe simbolika ka qenë e duhura për t'i mbledhur. Pra, praktikisht janë bërë të gjitha gjërat që mund të bëheshin deri tani. S'ka çfarë bëhet më shumë. No? Duke mos kaluar gjithmonë tek eskalimi. Pra, deri tani janë bërë çdo gjë. Thash, është një strukturë drejtuese, është pjesë e planit që struktura mos evidentohet, sepse duke mos u evidentuar, ajo grumbullon të gjitha, thash lumi kur del merr trungje, gur, zhavor, çat gjej përpara, por ka një moment që uji do kthjellohet. Dhe kjo nuk mund të shtyhet pafundësisht. Njerëzit nuk do vinë pafundësisht aty. Po do kthehemi po do vim. Do t'i bëj pyetje. Do vim se është vapa janë tita. Po i bëj pyetje. Ti mbetu këtu, ndalo këtu, ishe shumë mirë. Te këto 30 ditë, te këto 30 ditë. Pra, e gjitha kjo, përfshirë dhe mua që vi aty, është kur pritet tjetë momenti i duhur tashmë, kur mendoj që kushtet nuk është se nuk janë pjekur, është e vërtet që kryeministri po provokon duke evidentuar ky ka këtë problem, ai ka këtë problem, ai ka këtë problem, por puna është që kjo që nuk mund të vazhdojë përfundësisht. Pra, duhet dikush ta marrë riskun edhe sulmet e qeverisë, do të sulm sado që të mbahet fshehur truri i kësaj proteste, dikur do dali, dhe kur të dali do ta sulmoj. Atëherë unë them që të mbajmë njerëzit të jenë të qartë, të bindur. Pra, jemi këtu për këtë gjë. Nisi për flamingot. Kaluam direkt tek kërkesa politike. Kryeministri t'japi dorëheqje. S'ke çfarë fsheh më. S'ke çfarë fsheh. Kryeministri po ta bën të qartë për ditë, nuk e jep dorëheqje. Po përdor të gjitha mjetet e mundshme. Hyn studentët tani tek fakulteti. Ka vajtur policia, prokuroria, ka proceduar si vepër penale. E mbarova ju. Ja bëra gjithë sqarim edhe për ta parë të qartë publiku. Pra, në këtë moment, cili është hapi tjetër përveç qëndrueshmërisht? E keni arritur, s'ke çai bën më qëndrueshmërisht. Pra, cili është hapi? Analiza e 30 ditëve. E kisha unë. Kam në thelb këtë. Po, sikur të harruajnë këta pak më vonë këtë gjë. Se kemi pyetje të veçantë. Po të bëjmë prapë sa pyetje ka aty. Vazhdo. Unë e kuptoj fare mirë atë që thot zoti Hoxha dhe ka shumë të drejtë, por duhet kuptuar e para një aspekt, dua të bëj një lloj paralelizmi me Serbinë. Sa kohë ju desh popullit serb? Jo, po s'kan zgjidhje ata 2 vjet, jo, po bët krahasimin. Hoxha ka të drejtë për të dorëhequr një person që ne cilësojmë autokrat dhe pothuajse të ngjashëm në aspektin e pushtetit, siç ishte Vučić,
e tha dhe vetë, duke qenë se ka qenë pas viteve 90, e vetmja proteste cila ka pasur një jetë gjatësi dhe një kërkesë. Pa, 10 ori 4 ditë ishte. Po, dhe ideja është që 90, po. nuk mund të presim rezultate direkte, por nga ana tjetër, ne po mundomi që, ashtu si që tha dhe Arilda, t'japi një lloj tjetër dimensioni protestës, pra mos varmi thjesht e numra dhe te bukuria e protestës që ka rritur. Po, kam mbaruar kjo, te laj është për të bërë një lloj perfekte. Për të bërë një lloj presioni, qoftë në gjithë territorin shqiptar, por edhe jashtë, kemi punuar dhe një pjesë e personave që janë marrë, sidomos aspektit ambientalist, që mundohen të kenë një lloj marrëdhënie edhe me ardhin e 2 eurodeputetëve që kanë ardhur ditët e fundit që kanë folur. Sot ishin 6 më duket apo jo? Kam përshtimin që ishin më pak 4, nuk jam i saktë për këtë informacion. Një informacion pashmëri sepse i takova. Nga ishin Gjerman, edhe 4 për ty i takova në shesh, por problemi është që duam të gjejmë forma, sepse e dim fare mirë që Rama nuk është lehtë për të hequr. E ka provuar opozita me volot. Edhe Rama e shfrytëzon kohën. Po. Koha është aleati. Rama e shfrytëzon kohën. Dhe prandaj po mundohemi që këtë energji pozitive dhe këtë energji ta kanalizojmë dhe në veprime konkrete, siç e tham, por pa kaluar në dhunë apo ju e kapët gafil Rama. Pa përgatitur, e që orientuar. Por nga moment, Rama është një lloj, si themun, është gjarpër si të regon këmbët, rretullohet dhe ti nuk e kupton, sepse ka shumë faktor në favorin e vetë. Pra, i ka kryuar një sistem të tërë, është një sistem 36 vjeçar që është kryuar. Nuk është një gjë që shkullet ka qële. Për na i them, kjo goditje e parë, duhet ketë edhe një suport tjetër, që ta mbaj edhe unë mendimin kam, po këta ka që kanë përgjigje. Shiko, është një që nuk varet dhe mirë, më falë Aril, që nuk varet mirë filli vetëm nga prej disa individve prej nesh, pra ka nevojë dhe për një suport shumë madh popullor, sepse edhe dalja e individve dhe ndalja... Ylli të bëri një ndërhyrje që parë, dhe tha ata që dalin dhe japin mesazhe atje. Në ditët e para kjo ishte e mirë kuptueshme. Dhe vetë nga ata që proklamojnë se organizatorë protestës, do tha që niveli i diskutuesve do të vi duke u rritur. Do të vinë zëra me peshë publike, me integritet, me shumë impakt. Gjë që nuk është se ndodhë, dhe kjo gjë duhet përzgjedhur. Më mirë me pak fjalime, por më shumë mesazhe dhe më shumë thellësi për qytetarët, kur u thoi nesër më shumë, ata ta dinë se për çfarë do vinë nesër. Se nëse vinë për ditë dhe vinë për të njëjtën gjë, kjo ta humb interesin e Ballkanës. Pa prit ma si po të regojmë që kemi ndërgjigje. Ne nuk kemi parizien tani. Do bëj koncerta të gjithë njerëzit. Po të po them. Për një atë gjëra do vinë. Dhe një autorefleksion. Derisa të realizohen kërkesat, për atë do vinë. Çfarë do bëjnë? Do bëj koncerta dhe show. Duhet temp aty. Çka li? Tempi është mesazhi ka janë të vendosur disa kërkesa. Ti ç'mendon që do kohën e vet? Po, do kohën. 30 ditë. Ne jemi do kohën e vet. Anton, në këto 30 ditë Hoxha tha u arrit kjo, sipas teje çfarë u arrit? Dhe të zbresim pastaj te momentet e tjera. Ç'pritet në ditët që vinë, që është e rëndësishme, aq sa mund të do ta thoni dhe ju. Se këta dy që janë aktivistë tjerë dhe jemi të barabartë të gjithë tonë. Dhe kjo është ata të barabartë janë të gjithore. Të gjithë njerëzit në demokracinë liberale janë të barabartë, po funksioni që kryen njëri dhe tjetri janë të ndryshme, thot tanë Hoxha. Se pastaj del nga vija fare ajo, dhe të gjeneron aq më tepër që te ju janë duke ofruar dhe hyjnë edhe provokatorë të ndryshëm nuk i ndalon dot atë që protesta është më spontane se ç'mund ta mendoni. Ditën e parë që e kemi thënë, po ditën e para po, bashkë me disa aktivistë të tjerë, nuk e kemi ditë që do merrte këto për masa. Kam kokën dhe kam pa qindra njerëz pas meje dhe jam surprizuar dhe na ngeli si me. Aty u befasua dhe Rama dhe ju dhe vetë qytetarët që thanë ua sa shumë qen kemi dhe sa pak kënaqur jemi. Pra, pikërisht këtë gjë do të them që duhet materializohet. Disa si ishin ditën e dytë, erdhën disa të tjerë. Të bëjmë një ndërhyrje, më fal. Edhe është shumë spontane se ç'mendon. Pastaj ka një problem themelor. Legitimitetit përfaqësimit, sepse si revolt nuk ka nis nga një grup i organizuar. Unë kam thënë njëri e ka, shiko, dikush e ka bërë njoftimin, nesër në këto orë do kemi nuk e ka menduar që do ndodhë kjo gjë. Shumë mirë që ndodhi. Shiko, ke të bësh me një sistem, shit lufta bërë për atë banderolin sot. Por ne jemi vetëm qytet, më ka qelluar prej punës, të jemi në disa qytete në botë, ku grafitet, që është arti modern, janë revolucionare, shprehin mesazhe. Ata që i bëjnë grafitet janë kryesisht gjenerata Z.
dhe shprehin revoltën e tyre në qytet, për shembull në Bogota, qyteti nr. 2 në botë për grafitet në Kolumbi. Bogota në Kolumbi, po. Në Medellin, është e njëjta gjë. Tirana ishte i vetë kryeqyteti i botës, ku dhe grafitet bëshin me porosi nga qeveria dhe nga bashkia. Pra, porosiste bashkia dhe paguante bashkia dhe bëj një grafit. Pra, ne shkuam që edhe kjo që ishte një formë revolte moderne e gjeneratës Z, në këtë vend na e blenë, na e morën. Dhe po të shikoni grafitet, prandaj bën luftë, se s'është bërë kota luftat për atë banderolët. Po ka i fushi Rama njeh mirë, njeh këto lloj simbolikash. Dhe prandaj aty ka shku prokuroria aty tani, ka shku policia, dhe ata do synojnë që të çojnë në procedim studentët, të marrin masa, të demotivojnë. Por ajo që kërkoj unë, thash, kjo ka ndodhur për shkak mënyrë decentralizuar, ne s'kemi qenë të përfshirë. po patjetër më janë studentët. Por, po them, unë kam qenë në Beograd 3 herë gjatë kohës që bëheshin protestat. Ishte shumë kurioz për t'i parë se çfarë po ndodh. Në fakt ata në krye të 3 muajve e kryan lëvizjen. Pra ju deshën 3 muaj. Edhe pse masivitetin e kishim madh, po mos harroni një gjë. Vučić është shumë i fortë e Rama, se ka dhe Rusinë dhe Kinën mbrapa. Ka dhe ushtri të madhe atje. Pra është një vend me një kontekst shumë më ushtarak dhe luftarak e më të kapur se ne. Por, në rastin konkret, prandaj është shumë e rëndësishme, ty të erdhi të përgjigj popull, askush se prishte që do vinte ajo përgjigje. Tani, këtë kërkoj, me që ne kemi tashmë 30 ditë qëndrueshmëri si asnjëherë më parë. Si të shkojmë tutje? Rama po shfrytëzon kohën, po merret me, po të merr një nga një kush dele flet atje, përdor për të mbritur te ky shërbime dhe të sulmon aty, duke të motivuar njerëzit. Kam një pyetje. Ne po marrim gjithandaj mendime se si e mendojnë njerëzit vazhdimsinë. Si e mendoni ju se do ishte mënyra më e mirë për ta vazhduar protestën? Me kë e ke pyetjen? Për këtë tre. Ja të bëj me që më tha. Unë do t'i bëj shkurt. Pra, ju në këtë moment nuk ka nevojë më, mendoj unë, të mbledhësh mendime dhe t'i kalosh te sita. Tani do të marrësh vendime. Është koha e vendimeve, nuk është më koha e mendim. Mendimet u dhanë 30 ditë. 30 ditë u dhanë mendime. Tani jemi te vendime. Institucionalizimin. Çfarë? Do bëj, çush është hapi tjetër. Përndryshe aty. Çfarë masës duhet marrim? Nëse ne do presim 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, më fal, po ne nuk kemi shqiponja që rrojmë 400 vjet. Na kanë marrë kaq kohë këta, sa unë dua 1 minutë më parë ti pritet mandati i 4 i Tiranës. Po ju la mandati i 4, ta konsumoj Edi Rama, më fal, po nga ky vend do ikë edhe 600.000 tjerë. Pra Edi Rama duhet 1 orë më parë ti shkurtohet mandati. Pastaj le të bëj çfarë doja i mëne. Po mandati i qeverisë së këtij vendi, ky vend nuk ka më as 1 minutë për të humbur kohë. Prandaj duhet shpejt. Nëse nuk merren vendimet sot, vonesa e vendimeve ka realizuar revolucione shumë të mëdha në botë. I ka çuar drejt mos realizimit të objektivit final. Objektivi final i asaj që po ndodh sot, objektivi final së pari është Edi Rama jep dorëheqje. Nëse Edi Rama vazhdon të ngelet në detyrë, Edi Rama ka parlamentin, ka agjencitë e zbatimit ligjit, ka miliardat e narkotrafikut dhe të krimit organizuar për të bjerrur ty dhe për të dëmtuar. Prandaj po them që ka një shprehje populli, thot hekuri rrihet sa është nxehtë. Ti e ke të nxehtë, po ne po them duhet marr vendim. Se di kjo është pjesë, ju keni mbledhur mendimet e njerëzve dhe tashmë duhet arrini tek vendimet.